Një 46 vjeçar është gjetur i vetvrarë në ambientet e bllokut të sigurisë në Tiranë në dhomën numër 8. Ai ishte ndaluar nga oficerët e komisariatit numër 3 për veprën penale të vjedhjes. Sipas të dhënave, fillimisht punonjësi në bllokun e sigurisë ka kryer kontroll rutinë rreth orës 00:50 minuta ku i ndaluari nuk ka shfaqur probleme. Ndërkohë, 30 minuta më pas, në orën 1:20 të mëngjesit, punonjësi i policisë ka konstatuar të ndaluarin të varur në rrjetën e dhomës. Njëri nga punonjësit ka prerë rrobën me të cilën kishte kryer aktin, por pavarësisht ndihmës, 46 vjeçari, i identifikuar si Donald Greku, nuk mbijetoi. I ndaluari gjatë marrjes në pyetje kishte deklaruar se ishte përdorues i lëndë narkotike, por pas vizitës me mjekët e shërbimit të toksikologjisë, nuk i kanë përcaktuar dozë metadoni, pasi edhe nga kontakti me qendrën Aksion Plus, është konfirmuar se ai nuk figuronte i regjistruar në këtë qendër. Ndërkohë, në rekomandimin mjekësor të lëshuar nga mjeku i bllokut të sigurisë, ishte vendosur qetësuesi Xanax, i cili është dhënë 46 vjeçarit sipas këtij rekomandimi. Burime nga komisariati numër 3 thanë për MCN se 46 vjeçari ishte ndaluar pasi akuzohet se kishte vjedhur në autobuset e linjës në kryeqytet, portofol dhe celular, dhe më pas paratë i përdorte për blerjen e lëndë narkotike, kryesisht heroin.